kryeministrini. Kur thoni ju me të drejtë pyesni për emrat e përveçshëm. Ne sot diskutuam hollësisht thellësisht për kriteret, për standardet që duhet të ketë figura prezidenciale, pra vlerat, parimet dhe kontributet në veçanti. Vëzhguam edhe aspektin e viteve dhe dekadave të historisë sonë më të re. Shikuam sektorët e ndryshëm të shoqërisë e të profesioneve, por me qenë se po e ritheksoj se është proces shumë i ndjeshëm dhe vendim të rëndësishëm, unë pa shkuar ne në konsultime të subjektit tona, në këtë fazë nuk mund të them më shumë se kaq, dhe me gjithë respektin për secilin e secilin prej jush, nuk është ky vendi ku u mund të flas për emër. Kryeministër, po e thoni që do të merrni vesh me zotin Abdigjiku. I bie që një marrëveshje me LDK-n VV apo do të synoni të takoni edhe me partitë e tjera LDK-n dhe aleancën? Nuk mund të sillemi tu se unë nuk kam provuar të takohem me subjekte të tjera. Unë kam hasur në refuzimin e subjekteve të tjera. Ju e dini që kryetari i aleancës refuzon të takohet me mua, ndërkaq kryetari i PDK-s është takuar një herë. Sidoqoftë unë i falenderoj për komunikimin që kemi zhvilluar, sepse më duhet ta pranoj që edhe kur nuk kemi takime, ne kemi komunikim. Shumë më mirë do të kishim takime, sepse kur ka takime, ka diskutime që çojnë në marrëveshje. Kjo tashmë nuk varet prej meje, por nëse ka sadoprek vullnet nga ana e PDK-s ose AOK-s ose të dyjave për takime, për diskutime, për marrëveshje, unë jam ma shumë se sa i gatshëm i interesuar e vullnetshëm. Rrethona në cilën ndodhemi është rrethone imponuar dhe ku intensivisht kemi nisur bisedimet shumë serioze lëvizja vendosje me lidhje me sipas asaj që po thoni kryeministri. Kryeministër, a ka bisedime edhe për bashkëkoalicion, pra me LDK-n për çështjen e qeverisë edhe kuvendet, apo ishin vetëm për emrin e presidentit, duke marrë parasysh që qëndrimi i Abdigjiku do të dihet për çështjen e një koalicioni të mundshëm me vendosjen e LDK. Ky takim ishte ekskluzivisht për figurën prezidenciale. Edhe një herë po e theksoj, kriteret, parimet, rrethonat në të cilat ndodhemi dhe çfarë figurash me cilat vlera, kontribute dhe merita. Duam president ose presidente meritore, kushtetuese, që reflekton vlerat e shoqërisë tonë, që ka kontribut për popullin e në profesion të caktuar dhe në këtë mënyrë nuk ngjall dilema për rolin, për funksionin dhe për detyrën fisnike që do të duhet ta kryej në 5 vite të ardhshme.